je gabim në këndvështrimin e gjës të përgjithshmes, sepse ende nuk po kuptoni një gjë, po funksionon sistemi. Dhe kur themi po funksionon, me gjithë defektet e panumur, nuk ka, sistemi kriminal dhe ka një problem, dhe ka dhe një problem. Sistemi kriminal po funksionon. Ka qenë i kapur, po funksionon sistemi, dhe ka një mbështetje e cila për momentin, për ne është ende e panjohur. Dgjoj, zot Evangeli, ma dgjoj dhe mua se pole. Dgjoj. Sistemi këtu ka rënë plotësisht, ka kohë që ka rënë, për arsye se shteti është i kapur, e nuk mund të ketë institucionet pavarura. Kjo gjë që po diskutojmë deri tani, me të mirat dhe të këqijat, por unë me drejt i jap zotit Peka që edhe diçka pozitive për të goditur këtë sistem kriminal që ka kapur vendin tonë, të vazhdoj punën e tij në mënyrë të rregullt, jo të vendosi ai kohën. Por Shiku si institucion, Shiku është vetëm një institucion i cili kontrollohet deri tani, është kontrolluar si pjesë e sistemit të shtetit nga Rama, por ka një konsult edhe orientim edhe nga partnerët tanë të cilët kanë paguar pjesë të taksapaguesve të tyre. Por që të thuash që sistemi funksionon, kjo është i shërbesh Ramën. Jo nga ty. Një minutë. Ai ka kapur gjykatën kushtetuese më. Ore, këta e kupton ti se çfarë bën ai. Dhe po djersisin ti thua është kapur. Përpara drejtësisë ai ka kapur majën e organeve të drejtësisë. Ajo maja e organit nuk duket të fshehur diku. Jo, dhe po hyn gjithmonë. Prandaj mos e justifikojmë që po e justifikoj fare. Fare funksionon sistemi. Sistemi nuk funksionon. Ai ka drejt. Ka një diçka pozitive, ka marrë një iniciativë të shërbej popullit shqiptar që mos ta rrihet popullit shqiptar. Shumë të vështirë ta kaloj edhe me ju ambasador. Jo, e ke. Jam shumë i qartë për të hysh në religionin e tjetrit që kërkon vetëm të vërtetë absolute. Nuk ka sistem pamundur, por nuk është demokraci, mo Lenzi. Është e pamundur. Lenzi nuk është kryesor. Shteti i krimit. Nuk e le të ketë vendimin e vet. Ore, shteti i krimit. Po mirë e thet, ai ka vendimin e vet. Ti çfarë ke? Nuk ka. Shumë e drejtë. Ja, e shikon 2 herë sot që bijem dakord me. Jo më se duket sikur flet emër Spaku, ti e mendimin tënd. Kur të dëgjoj ty që më ndërhyr. Ambasadori ka tjetrin. Atëre më lejon të ta përmend këtë fjalë kur më ndërhyr ti të thuash, po ti ç'ke si më lër se do të them. Atëre ta mbaroj unë edhe pastaj. Domethënë, unë ndërkohë po sistemi është i kapur dhe Spaku, nëse ka filluar këtë luftë për të shërbyer Shqipërisë kushtetutës ligjit dhe të mbaj veten e tij, sepse ne si qytetar para kësaj katastrofe që ka kapur vendin tonë, sigurisht do reagojmë. Edhe unë jam pikërisht ta diskutojmë pjesën e dytë se kush është roli i opinionit publik, opozitës dhe gjithë të tjerëve për të mos u bërë. Po pra, duhet ta shkelmojmë otike nga Shqipëria. Me gjithë këto krime që ka bërë, dhe këto krime Spaku nuk mund t'i fusi në timetable-in, do me thënë, në atë mendimin e ti se do t'a bëj unë kur të dua, se këtë do të godas, a do bëj fraksione, për cilët do penalizoj. Të gjithë janë barabar para ligjit. Jo, është ideja ime, është ideja që mbron kushtetuta shqiptare, që gjithë janë barabar para ligjit. Që ata po bëjnë këtë gjë. Gjithë rradha zonë sheu. Ore, jo pas 20 vjetëve. 20 vjetëve kur të shuhet ky shtet, kur t'jepet Ramës si klientelist çdo gjë, gjitha pronat dhe të tjera dhe pastaj ne të vazhdojmë. Prandaj këtu kjo çështje duhet çohet në qoftë se ata nuk e vazhdojnë këtë betej, e lënë për gjysmë, fillojnë të justifikojnë dhe i ndajnë një individ të caktuar përgjegjës se kush është apo jo, ne kemi të qartë tashmë se roli Ballukut, si njeriu më i afërt i kryeministrit Rama, ashtu si edhe njeriu që mbante lidhje me krimin e organizuar, të dy këto fakte tashmë janë bërë të njojtura dhe opinioni publik nuk i pranon. Prandaj, nuk ka më të presim kohë, nuk ka më që t'i japim një rrugë zgjidhje, sepse Rama gjithmonë mendon që duke bërë rolin e klientelistit, të blej kohë. Është në rastin e tillë, është në pikën e fundit, është krye Kazani, i cili ka një kapak të 700 atyre kusive tjera që ai i thot, edhe është Kazani më i turpshëm në historinë
çfarë them unë, shekullore të Shqipërisë. Por kanë nevojë vetëm për një fjali. Jo, ka fjalën. Është procesi i kalimit nga dyshimi arsyeshëm